Ky emision mundësohet nga Kolegji Univerzum dhe Shkolla Finlandeze. I fuqizuar nga Universiteti Shtetëror i Arizonës, universiteti më i madh publik dhe më inovativ në SBA, Kolegji Univerzum transformohet në UNI, Univerzum International College. Ky partneritet strategjik përfshin të gjitha fushat e studimit, duke i mundësuar studentëve tanë një edukim të klasë botëror me kosto të përballueshme. Filloni studimet në UNI dhe përfundoni ato në Arizonë me diplomë të dyfisht, Univerzum International College dhe Arizona State University. Së bashku fuqizojmë Kosovën. Shkolla Finlandeze lanson programin Impact në Kosovë. Tani edhe në gjuhën shqipe, me çmim të përballueshëm, duke filluar nga 195 euro në muaj. Apliko tani në shkollën me sistemin numër 1 të edukimit në botë. Miqtë mi të dashur, mirë mbrëma, mirë se vini edhe në këtë edicion të ri të emisionit Pak pa thënë natën e mirë. Unë jam Genta Cana. Si çdo herë tjetër, tashmë e dini që ky emision ka për qëllim t'ju argëtoj, relaksoj, sigurisht pas një dite të lodhshme që ju keni patur, e sigurisht para se të shkoni të flini dhe ta përfundoni ditën në mënyrën më të mirë të mundshme. Sonte, në emisionin tonë në Pak pa thënë natën e mirë, në pjesën e parë, e kemi një bukuroshe e cila ka korrur shumë sukses në fushën e mjekësisë, ani pse në moshë shumë të re. Sonte do ta kemi një bisedë më ndryshe se që jeni mësuar ta shihni. Me neve sonte do t'jetë Fjolla Kabashi. Ndërsa në pjesën e dytë, në rubrikën Ku shkoj dhe sonte e kemi një çift shumë interesant dhe shumë simpatik. Ata kanë vite së bashku dhe pothuajse janë gjatë gjithë kohës së bashku. Ajo vije nga Tirana, ndërsa ai nga Kosova. Me neve sonte do t'jetë Abdullah dhe Rovena Kinaku. E tani është koha që taftojmë edhe të ftuarën e parë për sonte, Fjolla Kabashi. Fjolla, mirë se erdhe. Mirë se Kënaqësi me të pasë në studio, shumë bukur po dukesh. Faleminderit, gjithashtu edhe ti. Si je? Faleminderit. Rahato, t'lutem. Faleminderit. Fjolla, me disponim mirë, si ke qenë? Mirë, super. Mirë, a pritove pak me ardhë? Absolutisht. Mbrëmje. Mbrëmje, po prapë kur vje Fjolla te ju nuk pritoj fare. Faleminderit shumë. Punët si po shkojnë, Fjolla? Mirë. Me angazhime e di që je shumë e ngarkuar, kështu që si po shkon gjithçka? Në përgjithësi, po ecën mirë edhe pse pak lodhje me punë, po jashtë aksaj kur puna po ecë mirë, atëherë pjarojmë gjitha ato lodhjet e angazhimet. Mirë. Na fal pak ndoshta për rrugtimin tënd, prej ka pasioni për mjekësinë? Fillimisht, a ka qenë ndoshta pak e imponuar prej familjes ose diçka e tillë, apo ka qenë vetëm dëshira jote? Nuk moj me thonë që ka qenë impunune prej familjes time, për kundrazi, kur s'pari herë pa ta shprej dëshirën për mjekësi, printe me pa të ngëzu, normalisht shumë punat që me zgjedh mjekësin, mirë po, babi më kujtohet pa thonë, po, a kina i fush tjetër ide, për shembull mos është rrugtimi i gjatë edhe është pak e lodhshme dhe ti si femër. Po, realisht, Genta akun pas, ndoshta si spontanisht në patë rjetë puna e stomatologjisë, dhe mos që më patë pëlqy, gradualisht ka filluar e qefe dhe gradualisht më ka shtu pasioni madhë për këtë profesion. Ndoshta më i me thonë që patë fillu prej shkollës mesme, që patë bazu ma shumë lëndët ma shkencore, edhe që pastaj tu interesu për fushat e mjekësisë, cilat janë ma të mira, ma profitabile, ma që më shkojnë ndoshta për mu, ka qenë stomatologjia. Fillimet, ndoshta më i me thonë prej, më kujtohet ka 3 vite që kom përfundu fakultetin në vitin 2014-15, u regjistrova në fakultetin e stomatologjisë, e mbaj mend si sot se ka qenë ndoshta një pikpyetje shumë e madhe për mu në atë aspekt që
një lloj frike dhe dëshire të njëjtën kohë. Frika qenë sepse gjithmonë isha me atë përshtypje a i përkason e kësaj fushe, a ka me përparu, a ka me pas sukses, a ka me dosht, se pa nisti me punu nuk e dina e do në atë profesion. Edhe pse dëshirën brenda e kisha gjithmonë për me fillu, mirë po, e mboj mend si sot para se unë pranu në fakultetin e stomatologjisë, ku më thonë, nëse nuk jam përqëtoj sholla s'pranona. Po pranova, fatmirësisht edhe që prej që kumë përfundu dhe më thonë fakultetin nuk jam dalë. Po, realisht sa ka qenë sfiduse edhe e vështirë gjithë kjo periudhë? Sepse po besoj moshatarët të tua aso kohë janë dalë, janë arktu edhe ti sigurisht nuk e pas kohë sepse është dasht me nejtë në shtëpi dhe me mësu ndoshta ma shumë se moshatarët të tua. Për shkak, do me thonë drejtimi që ti ke zgjedhë, sigurisht. Po, Genta ka qenë pak sfiduse edhe realisht për me o dosh milion pak do qefe, pak do dëshira, pak do qefe që në ashtatin që ato momente ki pos qef me dal, me pi një kafe dikon, po e ki pas një ide që oke është të mpit një provim, një tem, një diçka që duesh me përfundu. Fatmirësisht, një fat i madh jetën time ka qenë që kum pas motrën time binjake, që dyat e kemi përfundu fakultetin e stomatologjisë, kemi pranut njëtën kohë, kemi përfundut njëtën kohë dhe gjithmonë kemi qenë motivim për njëna tjetrën edhe shtys për njëna tjetrën në aspektin e punës edhe karierës. Edhe besom, do shta e patëm kriju si një lloj rutine. Do shta dhe nuk ishte më interesant për një me bon, do shta me dalë diko nëse me bon një qef se na u kriju ajo lloj rutinë. Në shko fakultet, ndëgjoj ligjëratat, përfundoj ushtrimet, pastaj ki dit me njëherë që e ki një provim që dush mu pregadit për to. Edhe që u patë bo pjesë rutinës tonë që muj me thonë që nuk e kesha ma atë farë për shtypje se dertin që mungesën po, absolutisht po. Po, a e ke mendu ndoshta ndonjëherë faktin që ti do t'jesh sot këtu? Ku je do më tonë? Kështë one me paraftyru, do shta kum paraftyru. Atë dëshiren e madhe që kum pas prej e vogël, e kum paraftyru vetëm kështë doktoresh, marrë me pacienta. Kum pas dëshirë shumë, po me të kalzu drejt, do shta shpet do punëm ka ardhë, do shta ma kum bendu që ma vën ka me marrë, do punëm ka në ardhë ma herët. Do halo me ndojve, punoj për to, normalisht, po që e kum paraftyru vetëm, po ndoshta edhe në qëtë pikë sot ku jam jo. Gradualisht ka nërë pak sanët, edhe puna sigurisht për kushtimi e gjitha këto. Cila ndoshta ka qenë fjolla periuda ma e vështirë, ndoshta gjatë gjithë këti rrugtimi? Gjatë gjithë këti rrugtimi, periuda ma e vështirë, më me thonë, kur e bona atë ndamjen prej motrës tem, binjoke, se deri sa përfundum fakultetin, dhe me thonë, në stop kemi qenë bashkë me njëna tjetërën, edhe rruga tona ndonë, tash ajo vazhdej profesioni tjetër ko vende, dhe me thonë, që kjo më me thonë që ka qenë pak një periudhe vështirë, deri sa u mësova më ambientu me jetu me punu vetë, se për dishmërinë kemi pos bashkë, gjithmonë, non-stop, ditë natë bashkë. Që kjo më me të sekë që ka qenë një periudhe vështirë, pastaj fillimet, tash e mboj men edhe në fillimet e punës time, kanë qenë vështirë në fillim, ka qenë vështirë përballja me pacientin, menaxhimi me pacientin, atëherë normalisht edhe nuk e kisha atë vetë besimin kur veke paciente ajo friga që me menaxhu, a ka mes puna mirë, besa kur e trajtojsha, mendojsha dhe masi e kom trajtua, ka ec puna mirë, a ka me pos në janë kes, diçka është ndoj knoqën. Pacienti, do më thonë. Pacienti, po. Në fillimet kanë qenë vështira. Fillimet kanë qenë pak. Ndoshta momenti më kulminant i karierës, deri më tani është fjalla, sepse sigurisht që s'ki mundal, ka edhe shumë rrugje, ende shumë e re. Me thonë që jam e re, jam në ato fillimet mija, po mëj me të sekë në ashta kur u futa edhe në pjesën e fushës estetike, po mendoj edhe që kjo ka një shtys shumë e madhe, pasi që në qato momente fillova pak më njofë si ftyrë, me njofë njerëzit punën te, me më kontaktu njerëzit, dire atër, këm pas normalisht edhe t'interesun pacienta për pjesën e stomatologjisë ende kam, po mendoj që ka qenë edhe kjo një ndimes ko gja madhe dhe pjesa e mjekësisë edhe më njofë si për aspektin stomatologjik ashtu edhe në fushën estetike. Si e ke pranun ndoshta gjithë këtë vëmendje, po thejme ashtu, sepse të kemi pa edhe në për intervista që ke qenë ma prezente edhe në media të ndryshme?
E kum prit shumë mirë, realisht e kum prit shumë mirë. Ka pos shumë komente pozitive, ka pos edhe si komente që po, në përgjithësi... Si ke përballu komentet se për pozitive, neve na vjen mirë, po kur ju vjen punat e ato negative, si ke prit? Nuk i kum prit keq. Nuk e di, ndoshta janë vetë asi tipit që komentet negative nuk ndojnë as shumë të ato mi ndëgju qka. Nuk ndikojnë as pak tek te personalisht, Fjolla? Jo. Mirë. Femër e bukur po, plot stil po, dhe më thonë me gjithat mirat. Po, mu po më intereson, a ka ndoshta tendencë nga njerë që pacientët të flirtojnë me ty, apo të vinë enkas për Fjollën? është pytje pak me spec. Pytje pak me spec. Ka pos pacienta realisht që ndoshta janë orë si pun termini, po që kanë orë me ndoshta në e qëllim tjetër, po e dion. Si ki reagu në ato raste? Jo mundu me menagju ashtu si pacient. Normalisht jo mundu edhe pse ndoshta ka pas doj fjallë, diçka na i filtrim që e kum kuptu, po jo mundu gjithmonë me këthy në atë kuadrë të punës që okej, je në klinik, jemi të punu, je pacient, e kur gjo ma shumë. Mirë. Po, mandi, po më intereson, kur vete ke menagju këtë situatë, a ka ndodhë prapë, do me thonë, me insistu, me të shkrujt, me qoftë në përgjithë sociale, qoftë dhe na i numër të kontaktus të klinikës? Kom pas, po, ka pas raste, që kanë tentu ndoshta pse kum kry një shërbim edhe faleminderit diçka ka pas ndoshta në lloj insistime. Po prapë edhe atë rast jë munu me menagju që do thot që je thjesht një pacient, kom trajtu si pacient edhe që nuk ka diçka. Mirë, a ka femrat bukra, po më intereson si pas teje, Fjolla, në Kosovë që janë natyrale? Ka plot. Ka plot. Tu nis prej teje. Faleminderit shumë. Ka plot, ka femrat bukra. Naturale ma e mira e naturalitetit, pesho që tashti është ma trendi është puna naturales, do thot pesho viteve të fundit, si do mos që to 2 viteve të fundit, ka i kjo idea ma e egzagerimit. Filerave tepër, botoksave tepër të pesho që tash po flasëm për vete për klientat e mi, kërkesa, do me thonë që kanë ndru ndoshta. Vetë dëshirojnë me hekat volumitetin e mas që e kanë posë edhe me ra, do me thonë, me një pjesë naturalitetit. Përshot që tashti ma enë është naturalja. Edhe ka plot femnat bukra dhe naturalje. Cila ka qenë ndoshta kërkesa ma e çuditshme që kanë ardhur pacientët edhe të kanë kërku, do me thonë sa i përket estetikës është fjala? Kum pos plot kërkesa interesant. Kum pos nështë mëj me të sek një shoqen time që ajo kërkon të shumë vull. Nuk ka mujt me vrejt vetën, do me thonë sa është tu e egzageru në pjesën e fillerit. Deri sa e kum thonë stop, ma shumë nuk shkon. Ajo kërkon të do thot volumitet buzve, okej, aplikova, sasin që ka mendova që është e duhur, kërkon të prap. Do dhe nuk ishte i knaqën me që ato... Nuk ishte gjithmonë kërkon të ma shumë, deri sa thash stop, deri ka që mjafton, do me thonë. Ka pos kërkesa çuditshme, ka pos kërkesa tulifare, po që gjithmonë bashkë bisedim, kemi mujt me mri një rezultat të mirë, tash normalisht që unë gjithmonë në fund e plotësoj kërkesën e klientit, po nëse ka një këshill diçka me ndëgju, atëherë ja propozoj një ide tamë, nëse pranon me pranu është në rregull. Po në fundit rëndësi ka kërkesa e klientit, po. Po, Fjolla, a ka pas ndoshta kërkesë prej pacienteve, po i quaj paciente, kliente? Kliente, ndoshta ma shumë e dhënë, ma shumë kliente. Po asocion me diçka tjetër. A ka pas prej tyre, do më thonë, klienteve që kanë kërku mu bo si filonja që del në skenë, ose si që kjo këngëtare po du mu bo? Po, kom pas, sidomos si Morena Taroko, kom pas shumë kërkesa, do thot ajo më përqen, realisht do këtë bukur, ka t'i pare mjaft bukur, dhe kom pas kogja shumë kërkesa, saj përket pjesës buzve, apo të mozave, ku e dion, kom pas mjaft kërkesa. Do me thonë si Morena Taroko. Si Morena Taroko. So ke arrit në rezultat, do me thonë që t'i njasoj për... është problem,
sidomos edhe nëse bëjmë kirurgji plastike në atë aspekt, nuk mund është asnjëherë më duk si dikush tjetër. E aq ma pak me ndërhyrje mini invazive sa i përket fillerave dhe botoksave, mund është një ndërhyrje të vogël me bë diçka me rrit një volumitet, po është prapë në vijat e tua, do thotë buzët, ashtu si i ke rritët volumiteti, po nuk del jashtë formës, ndoshta pak ndryshon, po nuk mund është më bë si dikush tjetër. Okej, interesant kjo. Po, këto klientet e reja, do me thonë që janë moshtri, a më ndohësh me i bind thjesht që nështë nuk ja vlen shumë me egzageru, që ma mirë të mbesim të naturalitetit, sepse definitivisht po janë shumë treja, po janë shumë bukra, edhe ma të bukra ndoshta naturale se sa që po i bojnë këto egzagerimet. Besëm si në punën stomatologjike, ashtu edhe në estetike, sa i përket stomatologjisë, për shembull në veshjen e dhëmbëve, në aspektin vinirave ose të kurorave të emoksit. Ndoshta ka qenë një moshë bukur e re, dikon 18, 19, 20 vjeç, edhe ka dosh ndoshta dhëmbin e vet shumë të bukur, po pse edhe bë pak trendi kjo puna e vinirave dhe ka dosh domethënë me kryer një procedurë që normalisht unë nuk ja kisha propozuar, se është e re në këtë pjesë. Jemi të fol dhëmbët e shëndosh me i zhveshkë komplet për me mi bot Hollywood smile. Po, fix. E tash njësoj është edhe të pjesa estetikës. Nuk ka moshë caktuar, po prapë se prapë jam me mendimin dikon për mbi 23 vjeç mundesh me fillu, si pjesën e fillerave ose botoksave, ketë më varësisht. Po në 23 ose në 20 vjeç, po nuk e preferoj. S'po, është mendimi im, është një moshë e re. Po, si pas të a jonë të e të pru, do me thonë, ani pse ma herëte që jëmë vedisun, do shta pak ma shumë, po shkojnë ka ky trendi i naturalitetit, po të e marë parasysh, do me thonë, se po shohim, gjdo dit, do me thonë, shumë femra, shumë gra tila që po bojnë shumë dërhyrje. Apo e të projnë, si pas të e fjolla? Jo. Po foli për një pjesë të konsiderueshme. Tash ka edhe prej tyne që po e teprojnë, nuk mojt ashtë mi përfatsu në gjithë me thonë që jo. Unë po flasë ndoshta çka po shoh, çka vjen te unë ose prej përvojave të kolegëve të mi, kolegeve të mia. Po thamë prapë ceki që janë vedisu në aspektin që tash ma trendi ma është naturaliteti, nuk është mo ajo mu fry me dalje jashtë vetit e mu doke eksagjerume. Prapë se prapë kam beta dhe një pjesë konsiderueshme që dëshiran atë volumitet, amo kove të fundi po mendoj që ma janë vedisu në qëtë aspekt, dhe nuk po mendoj që është e teprune. Ndërhyrja ma e vështirë që e ke bë deri më sot? Ndërhyrja më e vështirë që e kumë bë deri më sot. Ty ndoshta që tu ka duke e vështirë edhe? Po, përmendi një rast për stomatologji edhe një rast për estetik. Për stomatologji ka qenë një pacient prej Zvicrës, edhe ai pat pas për me një gjendje bukur të mirë që ka pas një punë kogja të mirë edhe kogja me përgjithësi me bota, ai ka pas një vesh dhëmë komplet poshtë edhe nalt. Po ta është e mira tek ne, po them për një doktor, është ka shumë rëndësi planifikimi i tretmani, se çka ka më bë dhe caktimi i diagnozës. Jo me ndërhy shpejt me kry një procedur, po që me planifiku se çka ki me bota e pacient. Tash rastin që e ka posaj, për me ka qenë pak sfiduse, mirë po ka qenë aq pacient pozitiv, që ka dhënë energji të mirë dhe që patet puna shumë mirë të ajë, te për mirë. Që kja muj me thonë që ka qenë një punë pak sfiduse, po patet shumë mirë. Edhe një pjesë të estetikës, muj me cek të një pacientët që e kumë pas, të ajo po më kujtojtë se pat pas hunën dhe të operume dhe të ajo kumë pas kogja problem gjithmonë e kish ka të frikën të huna, edhe do ka dole kështu mja bo, pa e prek hundën që ajo e di që konë kogja sfiduse, so do shka dole që dhe ajo mu një komod, mos me pas frikën që ne preke hundës. Mirë, Fjolla i kam disa fjallë në këtë letër, që me këto fjallë ti kime më ndërtu një ngjarje imagjinare, ngjarje të momentit. Thjesht një historie kime kriju këtu, do me thonë. Edhe, jo pa tjetër kime fillu prej fjallës të parë, prej cilës do fjallë që ti dëshiron, edhe nëse gjatë rrugës në fjallë nuk të përshtatet në tekstin tënë, ose në storien tënë, lirë është e hek. Po fillimisht lexoj për publikun, që me ditë çfarë fjallë ka brenda letrës. Atëherë fjallët janë verzion,
presion, anestezian, vizion, shishe, got, adapter, menager dhe kriminal. Ta është jone me kriju një historie, do me thonë, me këto fjallë. Po, kemi përdor, do me thonë, brenda fjalive, këto fjallë. Atëherë, të mendoj pak, a? Lirisht, kemi ko. Kemi ko. Okej. Në një mbrëmje, natën vonë, isha duke pirë një gotë, verë, dhe në vizionin tim, ishte një pacient kriminal, Mirë. tek i cili do t'jepja një anestezion, por e ndisha presionin se si do të mund të reagante. Ta shumë mundova me lidhi qysh. Jo, mirë ishte, se po më duket të gjitha fjallë i ke... Krejt përveç verzion, do më thonë edhe menager, po dhe këto muj me lidh me menagju presionin prej... Exact, a përshë që në regulli jemi. Mirë, di që Jo, që lidha. bukur e realizume edhe shumë shpejt. Bravo, nice ke. Besim edhe pak tek ndërhyrjet, se nështë ta është edhe që ajo që po ju intereson. Thuaj se shumicës kam bo revolucion, do me thonë, gjithë kjo përpamjen estetike, çka ka të bëj. Si pas teje, Fjolla, po du me të pytë, cilës fytyrë publike nuk i shkojnë ndërhyrjet që i ka, do me thonë? Atëherë, ndoshta nuk isha mujt me cek me emër kështu diçka një fytyrë. Momentalisht që po më kujtohet një fytyrë publike që nuk i rinë mirë ndërhyrjet estetike. Gjitha fytyrat publike, po folim për përgjithësi, dokën okej, ka një volumitet normal edhe që dokën mirë. Besam që momentalisht nuk është më kujtu një ftyrë diçka që muj me cek me thonë që nuk po do këtë bukur me ndërhyrje estetike. Ndoshta, ndërhyrjet ma herët që janë bo, nuk po di çfarë produkti janë përdor edhe që ka nejt ma gjatë në organizëm, që nuk ka mujt mi tret realisht organizmi, është diçka ma thojza, muj me thonë, ma falso që është injektu, se nuk është mujt me tret organizmi. Tash po përdorim, fatmirësisht janë dal materiale kogja ma avancume, që do me thonë veç që ka organizmi njerit, kolagenin edhe që po mundet me tret edhe nuk kren një kohë të gjatë. Po thamë, ndoshta ma herët që kanë injektu, ose ku e di që kanë bon ndërhyrje, kanë bet me atë volumitet që edhe vetë besoj dëshirojnë me hekë që ato. Për ndryshe tash, ato besoj ndoshta vetëm me intervenime kirurgjike. Ma herët që kanë apliku, se nuk e di sakt që ka është përdor, po flasë për tash që janë ma naturale dhe tash e ma, sidomos 2-3 vitet e fundit, që ka është përdor, po do këtë bukura, po do këtë natural. Po si pas teje, kush ka ndoshta nevoj prej ftyrave publike me bo një ndërhyrje? Gjithë qysh një emër për atu. Gjithë me këto emra si o mirë. Dikush, jom të i mendu buse dikuj që nështë e kisha mendu se besom do shta nëherë kur është shana e ftyrë publike të këndu ose në intervjist, adin e mendoj vetë me vete, adin që e kisha bo buse kësaj. Nuk e di, besom nuk e di. Nuk e di. Mirë, do me thonë nuk po të kujtohet Nuk po më kujtohet. Okej, gjatë intervistës nëse të kujtohet, po se nuk e ki problem do me thonë me thonë emrin, po veç se nuk po të kujtohet. Po ti personalisht, Fjolla, a ki ndonjë ndërhyrje? Sepse me të vërtet po duke shumë bukur. Faleminderit shumë. Kam pak ndërhyrje të vogla, ndoshta me thonë për eliminimin e rrudhave. Po. është diçka që nuk është... Shpesh herë unë mundona mi e spjegua dhe klientave, pacientave, familjarve ose njerëzve që ka bëjmë temë diskutimi lidhje me filerën apo botoksin, është që shpesh herë ngatrohen këto dy gjona dhe termi botoks, adin del si term mjaft i rënë për veshë dhe është ideja që wow, botoks është diçka shumë e rënë, por që realisht është një procedurë që vetëm dikon do me thonë përkohësisht për eliminimin e rrudhave, nuk është një diçka që del t'i jashtë vetës dhe veç e mirë mban vetën.
E mirë mbanë edhe thjesht lëkurën që mos me shku shumë të thellume këto vijat të të. Raste, unë po flasë prej eksperiencës time në punë që vinë ndoshta me një mosh pak ma të teksume edhe që ka një rrudh thelluar, atëherë nuk mëj ma me ndërhy në atë rast, atëherë botoksi nuk mundet ma me kry. Ajo vetëm eliminon rrudhat kur nuk janë të shprehura gjatë mimikës. Dhe të momentit që rrudhave që është thellu edhe e ka bo vendin, atëherë është pak problem edhe botoksi me ndërhy. Në qatë rast. Mirë, po kërkesa e meshkujve, a është rrip, do me thonë, për me bo filera, botoksa? Atëherë, Se për femra po e dim që po edhe meshkuj. për meshkuj, ndoshta jo për filera, për filera për vete po flasë që nuk unë pas rast, për botoks po. Edhe tash ka pas kërkesa dhe është u rrit kërkesa, edhe janë vedisu edhe meshkuj, tash nuk është sasia një që aplikohet, nuk e aplikoj njësoj si tek një mashkull se tek një femër, prap dallan me qëndruaj naturaliteti, po ka edhe kërkesat meshkujve, po vetëm sa i përket pjesës së botoksit. Së botoksit, po e qartë. Po cilat pjesë fjolla zakonisht do me thonë kërkojnë meshkujt me intervenu, me injektu? Pjesën e ballit, pjesën e ballit mas shumë të edhe pjesën rreth syve. Mimika që shprehen, do me thonë, gjatë buzëqeshërit, shpesher ka kërkesa që mu kanë formu të rrudha dhe hekmi se s'po du me i pas. Se s'po du me i pas. Te ballit dhe te rreth syve janë kërkesa ma të shprehura. Po a ka meshkuj nga estrada ose fytyra publike që kanë bo botoksa? E kanë bo, te. Ate unë, te meshkujt fytyra publike nuk kum pas, realisht, pe meshkujve nuk kum pas. Po ka evrej do me thonë meshkujt që kanë ndërhyrje estetike, po të unë, jo, nuk unë pas prej meshkujve. Kush janë ata? Ta gëni emër, kone ke vrejt fjolla. Po adin, ta është i po foli kove të fundit që ka pa diskutu, tash Big Brotherin e pa të më shiku edhe pa të bo teme diskutimeve edhe ka pas. Gjitha anë. Gjitha anë, do me thonë, po. Nuk është një diçka mu marrë për keq ose pse u diskutu se diçka ka pas që kanë pas ndërhyrje estetike, do të thëmë përsa i përket pjesës botoksit, prapë se prapë po e thamë, nuk është diçka mu thonë për keq ose me reagu pse ka bos edhe tek meshkujt mune me bo botoks, nuk janë veç femra që pohën. është gjo shumë normale, është gjo shumë normale, është gjo shumë normale. Si me të folë për një krem, do shta ose thjesht një përkujdesin ndaj vetë vetës edhe me qeni knaqe me vetë vetën, në fund ditës ajo ka rëndësi. Të kalojmë të jetë ajo të private. Cili është statusi jëtë? Statusi? Këto pyetje si prita. Single. Single. Edhe vetëm single. Edhe vetëm single. Po, qka duhet me pas një mashkull, cilat duhet tjenë nështë kritere që ajë duhet me i plëcu për me qenë afër teje fjolla? I sinqert, gjithë qysh me qenë i sinqert, punëtor, ndoshta, më me cik, edhe me të respektu. Mendoj që to janë 3 elementet që ka ka rëndësit e një mashkull, do thot me të vlerësu si person, me të respektu edhe me qenë punëtor. Po. Me qenë i sinqert, janë më dëmës mi pas. A duhet që ta ketë domosdoshmërisht edhe ai, do me thonë të njëjtin shkollim, do me thonë mjekësi? Jo, nuk është, shpesher bëjmë hajgare, do me thonë për doktorat keni qef, do me thonë njëtë, po jo, nuk është ajo, nuk prish pun, do thotë profesionin që të aspekt nuk është më do mos gjusqysh me qenë doktora stomatolog. Malin apo detin, cilën e preferon ma shumë fjolla? Detin. Detin, gjithë detin. Detin. Je person human apo koprac? Jo, human. Okej. Person që falë, apo që nuk e harron edhe hakmerësh? Ma shumë jam person që fali, po edhe që nuk harroj. Nështë ta mu hakmerë, nuk isha mujtë me thonë, po muj me thonë që fali, po nuk harroj. Nuk harron? Nuk harroj. Mirë. Një gjithë të ndën që kështë pas dëshirë me pas edhe të tjerët?
Një gjithë timën. Këmbgulljen të shta, këmbgulljen për me mri diçka, këmbgulljen. Mirë. Po një vestantin, do me thonë që edhe rrethin është atë ka kritiku për me hek si vest, po që nështë ti nuk e mujt me hek, po je vedishme që do me thonë e kiqat vest. Atëherë, jo munu ka gja shumë edhe munona ende me menagju qëtë pjesë, jam pak tipi gusshëm, edhe pak e kom këtë pjesën, do thëtë që jam pak tipi gusshëm. E këto kum posë edhe kritik, do thëtë për rrethit tam, po që jo munu ka gja mirë me menagju qëtë pjesë edhe halo mundona, po nashta e kom qëtë ves. Mirë. Cili është nështë ta mendimi ytë generala për shoqërinë kosovare, fillo? Për shoqërinë kosovare, në qëfar aspekti? General. General. Okej. Ose, ati qka, që të thjeshtësojnë ndoshta, ndalimi të këmeshkujt, a mendon që ata din të qasën ndoshta femrave? A e kanë qasin e duhur, si pas teje? Nuk e din që të aspekt mendoj që meshkujt e kanë qasjen e duhur, nuk është që nuk e kanë qasjen e duhur. Tashte te ne, në shoqërinë tonë, pak arë një farë termi që femrat kërkojnë drejtat e veta, pastaj edhe meshkujt shkaku i muhabeteve janë frustru shumë këtë muhabet që jo shumë feministe ose maskulina, ku e dion. Mendoj që në shoqërinë tonë do shta ka nevoj pak me bol shime në dy anët, okej? Do të thot as tek femrat, demi një mas saktuna e kuptohet që feminiteti ka rëndësi, po ndoshta demi një mas që mos mu egzagjeru shumë, po mu kanë e mirë kuptim dy anë, do thot mos mu ban dami ashtu me pas ma shumë arsyeshmëri si për gjinin femrore ashtu edhe për gjinin mashkullore. E tashti tek qasja e meshkujve ndaj femrave, mendoj që dy ato ka nevoj pak me punu në qëtë pjesë. Edhe një si femra pak mu kanë matë kuptushme, po edhe meshkujt me qenë pak matë lëshushme, më thonë dy anë me pas pak lëshushmëri që me gjetë një mes të artë. Një mes, të më thonë të artë. Se tash një marrë me një kohë që jo unë e pesho vetën, edhe i peshe vetën, edhe nuk peshojmë, do më thonë një një tjetërin për pos vetës tonë. Besoj që tonë dështë a kena pak nevoj që me mendu edhe tjetërin, a i tjetërin me të mendu ty që me gjetë një farë balansën këtë mes. Mirë. Fjolla, falimderit shumë për këtë intervistë dhe për këto përgjigje të sinqerta nga ana jote. Falimderit edhe juve shumë. Të dëshiroj shumë suksese dhe shumë shëndet dhe të pafshim do shta në majet e kulmit karierës tante. Falimderit shumë, ishte shumë. Edhe me një burtë mirë. Kismet, inshallah. Falimderit shumë, Fjolla. Falimderit. Falimderit edhe gjithë shikuesve, ne nuk pëndojmë i tani, kemi pak publicitet, por para se me shku me publicitet, une dëshiroj t'i falenderoj dy sponsorët tanë të emisionit Pak pa thënë natën e mirë, cilat janë Shkolla Finlandeze dhe Kolegji Univerzum. Mos harrojmë që Shkolla Finlandeze është shkolla më e mirë në rajon, me mira familje, me programe dhe në gjuhën shqipe dhe me çmime super të përballueshme duke filluar nga 195 euro në muaj. Për më shumë informacione, thirrni në numrat 045-235-650 ose e keni edhe web faqen e tyre në www.shkollafinlandeze.com ose edhe në rrjetet sociale si që janë Facebook dhe Instagram. Pashmangshëm sigurisht ata kanë menduar edhe për gjithë prindërit, por edhe të rinjët që dëshirojnë të kenë studime kualitative e që mund t'i gjejnë vetëm tek Kolegji Univerzum, i cili është i fuqizuar edhe nga Universiteti Shtetëror i Arizonës. Shkëputemi me pak publicitet edhe rikthehemi me njëherë me rubrikën Kushka.